Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u takua me punonjës të rafinerisë së Ballshit, të cilët u ankuan se po trajtohen në mënyrë çnjerëzore nga autoritetet, duke përshkruar kushtet e rënda të punës. Ata paralajmëruan se do të hidhen në grevë nëse nuk marrin pagat, të cilat mungojnë prej 4 muajsh në llogaritë e tyre. Po të ngarkosh, të shkarkosh 400 tonë në ditë, qymyr, e me atë ambient që është atje, e mos japi këtu mos karaj rrogat. Ne kemi nga 40 vjet, kemi lënë nesër ato. Dhe që na i qonë moshën sa i do qefi atyre, por tani na lënë pa bukë. Ato 10 muaj që është ndezur kjo rafineri, janë përpunuar miliona e miliona euro naft. Vetëm taksa asaj nafte po të paguaj, kishte para që të pagueshit ju deri në fund të pensionit tuaj. Zgjidhja është që këto lek mos përfundojnë në xhepat e Ramës, e Gjiknurit, e Koço Kokdhimës, e të Pirolutajt, e të Ilir Metës. Po të përfundojnë në xhepat tuaj si taksa pagues. Panorama ishte po kaq që zymte edhe brenda në qytetin e Ballshit. Tregtarët u ankuan për rënien e fuqisë blerëse dhe për rritjen e taksave. Jemi pa punë, burrin e kam pa punë, vetë jam pa punë vetëm me këta. Me çfarë i laj taksat unë? To janë bërë sot. Burri pa punë, djali pa punë, jam vetë pa punë. Edhe aq u shqeu. Ne për ambulantët taksa do t'i heqim. 1 lek në vit do jetë taksa për ambulantën. Sepse ju, siç e the edhe vetë, me zinxhirin e bukë në gojës. Jemi pa bukë. Ku do vemi? Ja veti pesën, me fëmijë shkollë me tëra. Ku do vetëm ne? Në qoftë se qeveria të trajton si sklav, në qoftë se qeveria të merr me të padrejt bukën e gojës, në qoftë se qeveria një vendi pasurohet, kur populli varfrohet çdo ditë, ka ardhur koha që ajo qeveri të largohet me hir ose me pa hir.